Pas një muaji agjërimi dhe sakrifice, besimtarët musliman në Gjirokastër kanë falur namazin në orët e para të mëngjesit të sotëm, ndërkohë krerët e myftinisë kanë përcjellur urimet e tyre për më shumë paqe e begati në familje. Miftiu Ermir Gjana ka uruar në këtë ditë të veçantë të gjithë besimtarët kudo ku ndodhen të kenë harmoni dhe gëzim me njëri tjetrin. Që uroj të gjithë besimtarëve musliman, por jo vetëm, të gjithë qytetarëve të Gjirokastër dhe qytetarëve të vendit tonë të Shqipërisë, një festë Fitër Bajrami sa më të gëzuar, me sa më shumë harmoni, me sa më shumë paqe, mirëkuptim edhe begati të shtuara në jetën e punës dhe në jetën e familjeve të tyre. Për besimtarët musliman në mbar botën, jo vetëm këtu në vendin tonë, kjo festë shënon një moment kulminant, një moment përmbyllës të një muaji të adhurimit të Zotit që na ka krijuar të gjithë me sakrificë, me përkushtim, siç është edhe muaji i madhërueshëm i Ramazanit. Ne si besimtarë falenderojmë Zotin që na e dha këtë mundësi, pra që të mund ta respektonim muajin e madhërueshëm të Ramazanit, duke qenë më solidar, duke qenë më shumë bujar, edhe duke dhënë më shumë nga pasuritë tona për ata që janë më në nevojë se ne. Dua që të gjithëve t'i uroj një festë sa më të mbar, sa më të begat, edhe një festë të mbushur me plot lumturi, me plot gëzim, me plot harmoni, mirëkuptim me njëri tjetrin, sepse në këtë kohë luftrash, në këtë kohë konfliktesh, në këtë kohë ku bota po zgjedh rrugën më të shkurtër për zgjidhur konfliktet, rrugën e luftës edhe të përballjes, ne kemi nevojë më shumë se kur që ta mirëkuptojmë njëri tjetrin, ta dëgjojmë njëri tjetrin, edhe të shkojmë mirë, të kemi harmoni, inshallah me njëri tjetrin në jetën e përditshme. Të shumt kanë qenë besimtarët që kanë dhënë mesazhe urimi për festën e Fitër Bajramit. Elus Allahun e lartësuar me emrat dhe me cilësitë e tij të larta që të gëzojnë të gjithë njerëzit në këtë festë madhështore pas këtij muaji të begat dhe të bereqetshëm, dhe elus atë që t'i udhëzoj të paudhëzuarit, elus atë që ta kthej këtë mumet të popullin shqiptar tek rruga e drejtë, tek ka qenë në fillimet e tij, dhe i uroj të gjithë besimtarëve dhe besimtareve kudo që janë një Ramazan të pranuar, adhurimet të pranuara, si dhe një fest të begat dhe të mirë. Selam aleikum, ju uroj Fitër Bajramit. Ju uroj që pasi marrë agjërimin e sakrificës, të gjitha lutjet tona të jenë pranuar dhe neve të jemi bërë njerëz më të mirë dhe agjërimi tonë të jenë pranuar dhe të gjitha lutjet tona të jenë pranuar. Pasi muaj të bekat dhe të mrekullueshëm dhe shumë të mëshirshëm, gjithë njerëzit kanë ndryshuar dhe të gjithë jemi bërë njerëz më të mirë. Gëzuar Fitër Bajramit, pasi muaj agjërimi, uroj të kemi mësuar të jemi bërë më të mirë me njëri tjetrin. Shpresoj që lutjet tona të jenë pranuar dhe zemrat tona të jenë mbushur plot gëzim. Gëzuar Bajramit. Gëzuar Bajramit. Pjesë e festimeve të ditës së Fitër Bajramit në Gjirokastër është edhe pritja organizuar nga myftinia si dhe vizitat e besimtarëve në familjet e njëri tjetrit.